Nderuar ambasador, përfaqësues të mediumeve, i nderuari zëvendës kryeministër, tani teknik, në fakt keni qenë tërkohën teknik sepse i keni shërbier qorrazi politikave të VMRO-s, siç i ka shërbier edhe Bashkimit Demokratik për Integrim për këto vite që i lanë mbrapa. I ndëgjova me shumë kurreshtje dhe diskutimet e ambasadorëve që janë pika referuese e ynja se ka duhet të shkojmë, njëkohësisht shfrytëzoj momentin që ta uroj presidencën e Mbretërisë së Holandës, pa dilemë se presidenca e Holandës do të ketë shumë suksese sepse bëhet fjalë për një shtet e vlerat larta demokratike dhe nuk i kemi këto dilema, po dilemat i kemi për Maqedoninë këtu se ka do të shkoj dhe si do të përfundoj kjo epope e Maqedonisë. Kryetarja e komisionit tha se fëmijët e Holandës janë më të lumturit në botë, ndërsa mendoj se këtu në Maqedoni më të lumturit janë ministrat dhe shumica parlamentare e këtij vendi, sepse të gjithë qytetarët e tjerë janë të lodhur dhe të raskapitur nga kjo gjendje dhe nga kjo situatë që po e jetojmë ne. Kur flasim për krizën politike në Maqedoni, na duket se sot na ka dalë dhe sot po ndodh kjo. Në fakt, kriza politike në Maqedoni ka ekzistuar me vite, prej vitit 2002 e këndej, është e njëjta situatë. Kjo krizë është kamufluar. Tani ka dalë sheshazi. Nuk mund për një moment pushteti gjyqësor si shtyll teje e rëndësishme e një shteti për pak kohë, për disa muaj të korruptohet, të bëhet partijak, të politizohet dhe të bëhet jo profesionist. Pa tjetër se është dash një kohë gjatë të investohet për këtë jo funksionalitet të pushtetit gjyqësor. Nuk vjen kjo situatë rastësisht, vetëm tani kemi krizë politike, themi edhe situata ka agravu dhe ka dalë prej binarëve. Kriza ka ekzistuar. Gjendja e fjalës lirë dhe mediumeve nuk është sot, është me vite tëra. E manim vend vitin 2014. Kur u sol kodi zgjedhor për të shku njëjtë në zgjedhje jashtë parakoshme, prillit vitit 2014. Atë kod zgjedhor u munduan ta shesin shumica parlamentare zbashku me Lidhjen Social-Demokrate se pe sjellin me konsensus në parlament. Për dallim prej 3 subjekteve politike, vetëm Partia Demokratike Shqiptare ishte ajo që ngriti zërin dhe tha se kodi zgjedhor nuk përmbush kriteret e kërkuara nga institucionet ndërkombëtare dhe nga qytetarët e Republikës Maqedonisë. Në atë kohë ne kishim kërkuar që të pastrohet lista zgjedhore. Prej kur janë këto lista zgjedhore? Sot janë. Kush i ka përpilu këto lista zgjedhore? Që sot vajtojmë se listat zgjedhore janë të mbushura me votues fiktiv. Këto lista zgjedhore ekzistojnë me kohë për ta manipuluar votën e shenjtë të lirë, që është manipuluar në kontinuitet prej vitit 2002 e këndej. Ne kishim kërkuar dhe atëherë të ketë hapësirë mediale dhe mediumet jenë të lira dhe demokratike, që mos të bëhet shantazh dhe presion mbi institucionet, mbi nënpunësit shtetënor, që vazhdimisht e shohim dorën e pushtetit që e bën këtë punë. Më vjen mirë kur ndëgjoj segmente cilët deri dje kishin mbështetur këtë qeveri antidemokratike dhe 10 flish që them anti-shqiptare, për shkak se këto institucione në rast se një herë kanë godit qytetarin Maqedon, 10 herë kanë godit qytetarin shqiptar. Kur përmendet Mostra, kur përmendet Sopoti, kur përmendet grupi i Rexhail Qerimit
dhe kur përmenden shumë raste tjera të montuara politike, shohim se këtu nuk ka pushtet gjithësor, se gjykimet dhe gjyqjet këtu i bajnë klasa politike dhe policia. Dhe sot i ndëgjojmë prej gojës ish eksponentëve që kanë mbështet që razi këtë qeveri, që e thojnë të njëjtën si që kemi thanë edhe ne në Partia Demokratike Shqiptare. Ne kemi koherencë dhe konzistencë në qëndrimet e tona. Ne kemi marrë pjesë në zgjedhjet e vitit 2014 për të vetëm në arsye që mos t'ja lejojmë këtë luks të madh partive politike maqedone që e kanë nënshtruar një subjekt politik shqiptar i quajtur Bashkimi Demokratik për Integrim, që ta majmë gjallë shpresën për aderim drejt Unionit Evropian dhe demokratizim të vendit. E kemi ditë, e kemi pas shumë qartë se do të manipulohen, do të vjedhen dhe do të sakatohen ato zgjedhje. Tani kemi një shpresë të madhe sepse sot e kemi të involvuar këtu Bashkimin Evropian, i kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tendenca jetike të qytetarëve shqiptarë dhe gjithë qytetarëve të Republikës Maqedonisë për të aderuar në këto institucione. Kemi besimi, vetëmi besimi ynë është të këto institucione, jo të qeveria. Do të shpreh një qëndrim timin personal ditën që u shpërbë parlamenti, që u soll vendim për të shpërbë. Nga kryetarja e komisionit u tha se tani ky parlament ka gjysmë legitimitet. Gjysmë legitimiteti i këtij parlamenti ka qenë prej vitit 2014, zgjedhjet e prillit të vitit 2014. Sepse i tërë faktori ndërkombëtar tani e ka qartë se ato zgjedhje kishin qenë të manipuluara dhe të falsifikuara. Sepse ato përgjime që i ndriçuan gjitha afera shumëfishta na i bani të ditur se ato zgjedhje pas kanë qenë të manipuluara, që ne i kishmi thënë me kohë se do të ndodhe ky efekt. Institucionet sigurisë shtetit, sigurisë nacionale, siç është drejtoria për sigurim shtetënar, nuk mund aty për aty ta kish bërë këtë përgjim të madh. Kjo traditë e përgjimit dhe ky koncept i filozofisë veprimit shtetit ka kohë është me dekada dhe shërbimi dhe përcjelljet dhe përgjimet ishin shpikur enkas për qytetarët shqiptar dhe për leadershipin shqiptar. Jo për t'i përgjuar vetveten. Shiqir Zotit, për them edhe një herë, që plasi ky problem dhe dol sheshazi se edhe klasa politike maqedone ish përgju dhe ish ndjek me njëra tjetër. Këto efekte i kemi ndjene si qytetar shqiptar, e sidomos ne përfaqësues e popullit shqiptar. Dhe i kemi thënë edhe me kohë. Kemi ngrit edhe pa di pushtetin gjyqësor. Nuk i kanë procesuar asnjëherë prej vitit 2008-2009. Kemi dokumente zyrtare ku e kemi kap shtetin të involvuar në to skemat përgjimit dhe përcjelljeve. Kemi dokumente zyrtare ku kemi kap komision komunal për falsifikim dokumentit kryesor të zgjedhjeve. Landa nuk është procesuar. Ato antarë të aty komisioni komunal janë avancu në institucione shtetënore. Nuk janë në përburgje. Për atë arsye e themi se kemi pas krizë politike. Nuk është sot kriza politike. Nuk e kemi shpik sot krizën politike. Ka qenë kriza politike. Për të pas koherencë dhe perspektivë, ky shtet duhet ndërtoj institucione demokratike dhe mekanizma që e ruajnë kohezionin e brendshëm. Ky disbalans i madh zhvillimor, ekonomik, infrastrukturor mes rajoneve shqiptare dhe maqedone nuk mund tolerohet më kështu. Nuk mund 98% e buxhetit shkoje vetëm për vendbanimet maqedone. Dhe themi se kemi institucione demokratike dhe themi se Bashkimi Demokratik për Integrim i mbron qytetarët shqiptar. Bashkimi Demokratik për Integrim në gjithë këtë kohë që pelon mbrapa, e sidomos kohën e tanishme, e luan rolin e të pafajshmit
rolin e zyrtarëve të virgjër e në fakt e luajnë rolin e budallenjve. Nuk ka qytetar shqiptar që ju beson më. Sepse drejtorinë e sigurimit shtetëror keni zavendës drejtor aty dhe përgjimet nuk mund t'i hedhni drejt VMRO-s dhe kuadrave të VMRO-s. Ju jeni përgjegjësit kryesor zbashku me VMRO-n. Zavendës kryeministri për eurointegrime. Institucioni kryesor që e ndëgjum tani referimin e tij dhe kryum përshtypje se vallë pse Maqedonia nuk po hin Bashkimin Evropian. I pas ka plotësu gjitha kriteret sipas referimit të tij. Ndërsa ne i shohim gjitha raportet e Komisionit Evropian se janë për plot vërejtje të mëdha në gjitha segmentet të shtetit. E kjo është me i hudhë sy qytetarëve shqiptarë dhe gjithë qytetarëve tjerë. Nuk mundet mu shtu, shkoje, edhe njëherë, qytetarët shqiptarë kanë besim thellë në institucionet demokratike evroperëndimore. Kemi besim thellë të Bashkimi Evropian dhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shiqir Zotit që jeni prezent tu dhe e ndihmoni këtë proces negociues që po ndodh tu në Maqedoni. Lidershipi i Partisë Demokratike Shqiptare është tregu tejet serios, larg pamës në gjitha proceset që kanë ndodhur këtu. Fatkeqësia është sepse vetëm një subjekt dhe një lidership i tillë është për kujdes dhe ka propozuar me kohë dhe propozon tani iniciativa dhe ide për dalë prej krize. Faleminderit, shpresojmë se qytetarët e Republikës Maqedonisë, veçanërisht shqiptarët, tani më e kanë të qartë se çfarë duhet të bëjnë, kujt duhet të besojnë dhe kujt duhet t'ia falin vullnetin.